Nga dita që i thash po real estate, jeta ime mori një kthes të madhe ndryshimi. Ka momente ku je në fund të një cikli dhe të duket se gjithçka nuk të përmbush më dhe nuk e di as çfarë vjen më pas. Kështu isha dhe unë në një moment caktuar të jetës time, me shumë pasiguri, pyetje, pa një plan, pa një drejtim konkret. Lash diçka dhe nuk dija çfarë do vinte më pas. Çfarë do bëj? Nga do jam mbaj? Në ato momente tranzicioni mu paraqit një mundësi për të punuar në real estate. Dhe i thash po. Nuk isha e sigurt, e mbushur me dyshime, por isha e detyruar ta zgjidhja. E shihja si diçka interesante, po jo si një pasion apo qëllim afatgjatë. Nuk isha as e lumtur, as e përmbushur. Me kalimin e kohës, vështirësitë e mia të brendshme dhe presioni nga ambienti i punës filluan të më rëndonin edhe më shumë. Dhe mendova që të largohesha, por pikërisht në atë pikë lodhje dhe paqartësie ndodhi një kthesë e rëndësishme. I thash vetes, nëse unë do të bëj real estate, do ta bëj për veten time. Dhe kështu lindi ideja e diellit. Dielli real estate. E nisa pa kapital, pa siguri, me dëshirë të fortë për rritje e zhvillim dhe besim të madh tek vetja ime, që unë po mund t'ja dal. Ideja ishte e thjeshtë, por e fuqishme, të sjellim diellin eksperiencën e çdo klienti. Siguri, korrektesë, dashuri për atë që bëjmë, përkushtim dhe impenjim në çdo hap. Fillimi modest, por energjia ishte e pastër. Dhe shpesh, kur je në drejtimin e duhur, gjërat fillojnë të rrjedhin krejt natyrshëm. Ashtu ndodhi dhe me mua. Pothuajse gjithçka e organizova vetë, me ndihmën e disa miqve, që dikush më mbështeti për të arreduar bukur zyrën, dikush ishte prezent aty me mua, dikush me një fjalë të mirë. Dhe gjithçka filloi diku 5 vite më parë. Çdo sfidë më forconte, çdo sukses i vogël më jepte shumë besim dhe sot kaluan pothuajse 5 vite. Dielli nuk është vetëm ide, por është një realitet i ndërtuar me përkushtim, qëllim dhe dashuri, dhe rrugtimi vazhdon. Nuk ishte thjesht një ndryshim karriere, por një ndryshim identiteti. Dielli është mbështetja më e madhe imja dhe u bë partneri më i mirë që të më ndihmonte mua në rritje dhe në zhvillim personal.